Presidenti i Republikës Kosovës, bazuar edhe në zhvillimet seancën e djeshme, ku edhe mandatori dytë nuk arriti të siguroj votat për formimin e qeverisë, sot kanë nënshkruar dekretin për shpërndarjen e kuvendit. Kemi diskutuar për datat e mundshme për zgjedhje. Qëndrimi jonë si Parti Demokratike është edhe kemi kërkuar që data për zgjedhje të jetë data 21. Arsyet pse data 21? Për shkak se ne kemi pas në shtyrje të vazhdueshme një blokadë në krijimin e institucioneve që vjen kryesisht mbi barë dhe përgjegjësinë e partisë që ka fituar numrin më të madh të votave, dhe vendi ka nevojë që sa më shpejt të ketë institucion. Nuk shkon të njëjtën kohë edhe me kërku urgjencë në krijimin e institucioneve, po me kërku edhe datë sa më të vonshme për me mos zgjedhje. Dhe data tjetër që është përmend takim ka qenë data 28 dhe ne kemi qenë në favor të datës 21 për më shumë se një arsye, sepse data 28 është datë kur realisht është para ndërrimit të vitit. PQZ-ja, kur janë zgjedhjet e parakoshme, gjithmonë janë zgjedhje që e kanë afatin e limituar kohor, dhe unë jam i bindur që ata do ta bëjnë më të mirën e mundshme për organizimin e zgjedhjeve. Unë jam optimist që pas zgjedhjeve do të kemi një krijim të shpejtë të institucioneve dhe normalisht të kalohet kjo blokadë dhe të kemi adresimin e nevojave edhe ligjore, po edhe nevojave që realisht janë për vendin edhe për qytetarët e Kosovës. Ju lutna me mirë kuptim, po do t'i pranoj 3 pyetje për shkak se edhe ashtu më bën një takim, 3 pyetje do t'i pranoj. Gjitha këto kanë qenë të ditura, ne kemi thotë që nga qershorit që mundëm me mrri në këtë situatë, i kemi adresu këto shqetësime dhe këto çështje, e kuptoj logjikën ekonomike, mirë po, logjika ekonomike dhe gjitha çështjet tjera do të vendosen mbrana kornizës ligjore dhe mbrana Kushtetutës së Republikës Kosovës. Nuk mundëm na me bëve veprime cilat vinë ndesh edhe cilat e shkelin ligjin edhe Kushtetutën. Prandaj kemi bëjmë me respektimin e ligjeve dhe Kushtetutës edhe sa i përket ndarjeve buxhetore. One e mbajnë vend shumë mirë. Vitin 2010, afërsisht këtë kohë kemi shkuar zgjedhje, kur zgjedhjet mbahen fund vitit, ka të drejtë me u shfrytzu buxheti i Kosovës me 1/12 2 muajt e parë të vitit, ndërsa për muajin e tretë krijohen institucionet dhe shkohet kuvend me vendim për shtyrjen e shfrytëzimit të ndarjeve buxhetore. Kjo ka ndodhur në vitin 2011 kur u shtryu qeveria dhe shpresoj se do të ndodhë edhe tash dhe do të kalohet ky ngërç. Unë do të garoj me një ekip të mirë, me një program të mirë, matshëm, të zbatueshëm, me një listë të mirë. Jemi të përgatitur si parti politike, sepse kjo punë është ditë qysh më atë që të gjitha veprimet janë të bëjë që vendi të shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme. Mirë, po të gjitha veprimet janë bëjë që realisht vim në një situatë çfarë kemi ardhur tash. Ka mujt me ndodhë më herët, e dim që ka pas mundësi ndodhë para disa ditëve, para disa javë, po kanë shfrytzuar atë mundësinë maksimale ligjore që të prolongohet sa më tepër. Partia Demokratike e Kosovës, unë sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk kem vija të kuqe për asnjë subjekt politik. Kjo nuk do të thotë që ne nuk jemi më të afërt sa i përket aspekteve programore, mundësisë bashkëpunimit me partitë që të kaluarën kanë qenë në opozitë.